Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Një mesazh për ty që sot mendon se e gjithë bota është kundër teje. Një mesazh për ty që ndjehesh sot i zhgënjur nga çdo send që të rrethon. Një mesazh për ty që mendon se çdo send ka mbaruar. Një mesazh për ty që je sprovuar me sprova të ndryshme. Thjesht po themi mos u dorëzo. Edhe nëse zemra jot ndjehet e lodhur, edhe nëse ndjehesh shpirtërisht i raskapitur, edhe nëse mendon se çdo send ka mbaruar, nëse mendon se të gjitha dyert e shpresës janë mbyllur, dije se Allahu nuk të ka harruar. Ai Allahu vonon, por kur nuk harron. Ai e sprovon robin e tij në jetën e kësaj bote, por kur nuk e braktis. Prandaj duro në gjendjen në cilën je. Dhe duke duruar mendo, planifiko dhe ngritu, ec para se s'ka dyshim që Allahu me urtësinë e tij ka fshehur dhe ka rezervuar diçka të bukur për ty që je sprovuar. A nuk tha i madhërishmi në Kur'anin famëlart, "Wa bashshiri sabirin", përgëzoj me shpërblime të shumta ato të cilët durojnë. Prandaj në çfarëdo gjendje që je, thjesht thuaj Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botrave. Nga se të dish diçka se Allahu atë që ka planifikuar për ty është më e mirë dhe më e hajrit nga ajo që ti planifikon për veten tënde. Kalofshit bukur e Zoti ju ruajt.